Unë u shpjegova, ja u kam shpjeguar në një emision tjetër, më duket juve, që Rama ka ngritur një kompani në Francë, dhe nga Franca kanë shku direkt në Amerikë, dhe pikërisht u bë pikërisht po me Macron, sepse dihet që Franca është e majtë, Franca aty janë të gjithë. Aty janë të grumbulluar gjithë me Rothschilda, me Soros, me dreqit birë, aty janë mbledhur. Është mëma e smajtës. Franca është mëma e smajtës. Prandaj edhe këta që janë në Shqipëri, po t'i vesh re, gjithë nga Franca kanë ardhur. Po. Tashin gjithë në Francë kanë bota. Edhe në kohë diktaturës i vetmi vend që shkohesh, i vetmi vend që bëhesh, i vetmi vend ku botoheshin librat, veprat e MV dhe veprat e Kadares ka qenë Franca. Në një shtëpi botuese botoheshin si të njëri dhe tjetri. Me lekë të shqiptarëve patjetër, por aty botoheshin. Pra Franca ka qenë dhe mbetet një nga vendet të cilat përkrah të majtën në mënyrë ekstreme. Lufta që bëhet me Le Pen është një luftë shumë e ashpër. Sa vjet ka Le Pen që rri aty dhe nuk po mundet. Pse se aty janë mbledhur të gjithë. Dhe Franca është vend i smajtës. A ne na kanë ardhur gjithë këqijat nga Franca na kanë ardhur. Unë kam thënë që në 95-ën kur kam bërë artikull atëherë. Franca është nëna e këqijave për Shqipërinë. S'na kanë dashur ndonjëherë të mirë. Kanë marrë gjithmonë serbët kanë marrë ata. S'kan mbrojtur ndonjëherë ne. Ne jemi në ditë e Francës sepse kemi qenë gjithmonë në politikën e të majtës. S'kemi pas të djathtë. Dhe s'kemi akoma. Kështu që ajo foto ishte lëvizje diplomatike, përgjigje diplomatike e Trumpit apo e stafit tij. S'ka rëndësi. Por ishte një lëvizje që doli pikërisht se po të isha ashtu mund ta kishim botuar edhe më përpara të foto. O botu pikërisht atë ditë. Si përgjigje pas i kërkum një prononcim Trumpin nga gazeta, ai nxori foto. Përgjigje më të bukur s'kishte ku shkonte më. Përgjigje diplomatike. Nuk janë si këta tonetar. Apo si ky, se kush e dha përgjigjen atë lëpirin që bëri ky më pas, as i gazet, as i media, as i televizioni huaj nuk e dha. Po gjithu mborën me atë deklaratë që bëri ky. Kaq. Përgjigja unë thash do jetë një përgjigje fort. Nuk e di, burgun ku do e bëjnë, Shqipëri apo në Amerikë, nuk e di. Masi duket pak çudi, po nuk të falin ata për sa i përket çështjes kombëtare të tyre. Po prek interesat e Amerikës je i marrum. Edhe ky e di shumë mirë, ky shkoj të strahohet ke Sorosi, s'ka vend tjetër se ku shkon. Po edhe ai si bën modermoz, edhe ai është vetë në hetim. Zoti Merkoçi, a mendoni se SPAK në Shqipëri do të hapë dosjen e Charles Megonigal sapo të vi në krye të tij drejtuesi i ri, duke qenë se edhe Altin Dumani ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku është takuar me zyrtar të lartë të Departamentit të Drejtësisë atje? Jo, SPAK-u nuk ka rëndësi se është Dumani apo s'është Dumani. Është ky apo s'është ky. Unë ju kam thënë që Dumani kur vajti në Amerikë vajti për dhënë llogari për institucionin që drejton. Nuk vajti Dumani për sytë e Dumanit bukur. Dhe ata e dinë shumë mirë sepse mos harroni se jemi i vetmi vend që kemi FBI është instaluar në Shqipëri. Është i vetmi vend që jemi në kontroll plot dhe këta janë në kontroll plot. Të gjithë këta janë në kontroll plot nga FBI. Por nuk ka rëndësi emri, sepse duhet të shohim pak edhe ligjin e SPAK-ut. Kryetari i SPAK-ut nuk i jep dot urdhër prokurorit për të hapur këtë çështje apo atë çështje. Sepse kështu e bën ligjin këta që prokurori duhet të jetë i pavarur. Ai drejtuesi është thjesht një administrator i atij institucioni. Nuk ka gjë në dorë Dumani për ta bërë. Mirë po, atë që bën këta e bën vetë ligjin në mënyrë të tillë. I mbyllën dyrën gjithkujt. Pse? Sepse në ligj këta e vunë që ti jesh prokuror i SPAK-ut, duhet të kesh 20 vjet.
në detyrë. Gjatë këtyre 20 vjetëve është folur, është përfolur dhe gjoja drejtësia, kjo reforma e famshme, u bë pikërisht sepse drejtësia ishte e korruptuar, e bërë, dhe thash, dhe po këta prokurorë që ka 20 vjet që ne themi janë të korruptuar, këto janë spak. Dhe Rama pranej komandon këta. Pranej sulmojnë. Tani, këta kanë firmosur në Amerikë gjithë, me prokurorë dhe gjyqtarë, që do zbatojnë ligjin, do kenë mbrojtje dhe do të zbatojnë ligj. Mi po interesat e tyre, nuk di, Tulsi Banjës, që i ka sjell gjithë nga Dibër. Po di unë tash se si do bëhet. Unë pranoj them, nëse nuk do hapet dosja me Gonigal, këtu ata e kanë të hapur atje, do ta marrin pako postale ta dërgojnë atje. Se s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Nëse Trump ka deklaruar organizatë terroriste Sorosin, organizatë terroriste gjëmohet dhe sulmohet në çdo vend botës, jo vetëm në Amerikë. Dhe ai nga organizatë kriminale, mos harroni se nga organizatë kriminale pas 2 ditësh Trumpi doli dhe deklaroi organizatë terroriste. Pra ngriti më lart nivelin e organizatës, sepse ajo e tillë është gjënë. Se të majtë vetëm terror njohin, nuk njohin gjë tjetër. Dhe ata gjithë deklaratat, gjithë veprimet që bëjnë pikërisht për këtë punë, për të kriju kaos në botë. E kanë myt gjithë shifin, gjithë qeveritë në Europë, shumica e tyre janë të majtë. Këtu në Europë është skandal. E majtë në Europë ka dekada që zotron. Dhe sa del një djathtë sulmohet, bëhet, e kupton, pse? Sepse ata nuk duan. Ata duan Soros, duan internacionalizmin, duan globalizmin, duan shoqërinë civile. Çfarë është shoqëria civile? Shoqëria civile është organizata Soros. Dhe këta edhe këtu që ne vazhdojnë akoma e përmendin shoqëria civile, thotë. Pra këte e shajnë Sorosin, këte thonë jemi me politikën e Trumpit, këte duan nga shoqëria civile. E kupton çfarë? Pra ne i them këtyre para politikë, nuk janë politika. Pikërisht për këtë, se këta s'dinë bëjnë politikë. Këta dinë vetëm marrëveshje. Dhe Soros pse ka gjetë stre në Shqipëri, se e ka kap gjithë. Nga i pari ke i funit. Duan apo s'duan këta ta pranojnë, s'ka rëndësi fare. Mos më intereson nëse e pranojnë apo nuk e pranojnë. Sa kohë ka që ju bëjt deklarat, që i them bëni një deklarat Partisë Demokratike, Bashkisë Tiranës për të heqë titullin qytetar nderit, Sorosit, apo për të heqë emrin e shkollës në Rogozhin që është më të madhe, shkolla 9 vjeçare George Soros, apo për të heqë me Gonigali titullin qytetar nderit Kuksit, dhe nuk e bën. Pse? Se është Soros i mrena KPD. Çfarë diskutojnë? Se këtu mungon e djathtë. S'ka djathtë në Shqipëri. Këtu janë qendrës, e kanë deklaruar vetë ata. Partia e qendrës. Pra këtu bëhet lufta nga qendra deri ke majta ekstreme. Po djathtë s'ka. Se konservatori, jo. Po këtu s'ka djathtë. Ata bëjnë gafën më të madhe, thonë jemi partia e qendrës djathtë. Ku ka qendër djathtë? E djathtë oje i djathtë oje i qendrës. S'ka qendër djathtë. Këta e shpikin edhe qendrën e djathtë.